Pse Finlanda nuk e ka frikë dezinformimin nga Lutfi Dervishi. Në dhjetor, Helsinki jeton në muz, ka vetëm 2-3 orë dritë. Finlanda është vendi më i lumtur në botë, jo sepse ka shumë dritë, por sepse ka shumë besim. Në mëngjeserët, para se qyteti të zgjohet plotësisht, dëgjohen hapa njerëzish në rrugë. Në himnin kombëtar finlandez thuhet, jemi të varfër, kemi vetëm pisha. Në fakt, 72% e territorit janë pyje dhe rreth 20% e GDP-s lidhet me industrinë e drurit. Duhet të kishte më shumë dritë në këtë vend, sepse ka shumë për të parë dhe mësuar. Një profesor finlandez, Tapio Varis, ka formuluar termin edukim mediatik, shumë përpara se pjesa tjetër e Europës ta kthente atë në mod. Sot për finlandezët, ky nuk është slogan, por politikë shtetërore dhe praktike përditshme. Një zyrtar i Ministrisë Jashtme tha me nënqeshje, jemi mësuar të jetojmë me motin e keq. Dezinformimi është gjë e vogël, jo sepse nuk ekziston, por sepse Shqipëria është e trajnuar ta përballojë. Këtu qëndron dallimi thelbësor. Finlanda nuk përpiqet të ndalojë informacionin e rem, por mëson konsumatorët që ta njohin atë. Filozofia është e qartë, internetin dhe rrjetet sociale nuk i mbyll dot, por mendjen e mëson. Prej një viti, me pretekst të gënjeshtërt, në Shqipëri u mbyll TikTok. Rezultati, krimi mes adoleshentëve. Tashmë real, u shtua edhe numri i përdoruesve të TikTok, u shumë fishua. Mollët e ndaluara shijojnë më shumë. Edukimi mediatik në Finlandë është pjesë e programeve shkollore prej vitesh, integruar në lëndë të ndryshme për të aftësuar të rinjt për të mbijetuar në tsunamin e informacionit. Nxënësit mësojnë të dallojnë faktin nga opinioni, lajmin nga propaganda, gabimin nga manipulimi, mësojnë mendimin kritik. Finlanda është një shoqëri e ndërtuar mbi besimin, kjo reflekton edhe tek media, pak televizione, shumë përmbajtje, në një hotel mesatar shet 3-4 kanale të televizionit publik dhe disa nga vendet fqinje, asnjë bombardim, asnjë kakofoni. Besimi në media është rreth 80%. Buxheti i televizionit publik është rreth 400 milion euro. Financimi bëhet përmes një takse direkte, jo për aparat, jo për familje, rreth 180 euro në vit. Ja vlen, thot Besa, më pak se 1 euro në ditë për të qenë i informuar, i mirë informuar. Laura, studente, nuk paguan ende, por një ditë do të paguaj me qef taksa, thot ajo. Pakti është i qartë, qytetarët paguajnë taksat në këmbim të shërbimeve cilësore. Arsimi. Në përgjigje të një pyetje për të renditur 3 gjëra kryesore nga vizita 2 ditore, pothuaj të gjithë përfaqësuesit e rajonit Ballkanit ishin në një mendje arsimi. Ka shumë për të mësuar nga sistemi arsimor finlandez. Ai bazohet në barazi, akses universal, besim tek mësuesit dhe munges presioni artificial. Nuk ka renditje shkollash, nuk ka tekste kombëtare që prodhojnë stres, ka fokus te të mësuarit dhe jo tek ndëshkimi. Mësuesit janë profesionistë me master të respektuar dhe autonom. Kurikula kombëtare jep orientim kryesor, por zbatimi vendoset nga shkollat. Edukimi mediatik është i mbështetur nga institucione të posaçme si Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Instituti Kombëtar Audioviziv në bashkëpunim me ministri të ndryshme dhe shoqëri civile. Në Shqipëri edhe pse shumë gjëra janë ndryshe, ka nisur hapat e parë. Instituti Shqiptar i Medias së bashku me Ministrinë e Arsimit ka nisur iniciativa për të integruar module mbi leximin kritik të mediave në shkolla dhe trajnime për mësuesit. Suksesi në edukimin mediatik është arsyeja që Finlandën nuk e ka paniku nga algoritmet deepfake. Lufta informative apo inteligjenca artificiale, shoqëria është e stërvitur, jo e friksuar. Vizita në Helsinki, Upper Secondary School of Media Arts e bën teorinë konkrete. Befasia më e bukur ishin Emma dhe Sofia, 2 vajza nga Kosova. Njëra e lindur në Finland, tjetra vetëm prej 8 vitesh aty. Shteti u ofron fëmijëve të migrantëve mundësi të ruajnë edhe gjuhën anëtare. Identiteti nuk shihet si problem, por si pasuri. Finlanda na kujton diçka të thjeshtë por thelbësore. Lufta kundër dezinformimit nuk fitohet me censur, por me edukim. Jo me panik, por duke ngjallur besim. Në një botë ku algoritmet vendosin çfarë shohin, Finlanda ka zgjedhur të investojë tek mendja.